Dağları eteklerine kurulan, dağa yaslanması ve kale eteğinde kuruluşu bakımından Anadolu'daki Bursa ve Manisa şehirlerine benzeyen Kosova'nın ikinci büyük şehri Prizren'deyiz. Prizren, pek çok camisi, medresesi, hamamı ve derviş tekkesiyle birlikte Balkanlardaki İslam kültürünün en önemli merkezlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun fethinden önce Sırp yönetiminde olan Prizren, Sultan 1. Murat tarafından 1. Kosova Savaşı sonrasında ele geçirilmiş, şehrin kesin fethi ise Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleştirilmiştir. Prizren'in fethinden hemen sonra inşa edilen ve Prizren'deki ilk Osmanlı eseri olma özelliğine de sahip olan, halk arasında Kırık Camii ismiyle de anılan Fatih Sultan Mehmet namazgahı ise Fatih'in kente gelmesinden hemen önce inşa edilmiştir. Hatta rivayete göre Fatih Prizren'deyken ilk cuma namazını bu mescitte kılmıştır. Gjendemi në namazgjaun e Prizrenit, përndryshe namazgjau si tipologji veçantë i xhamive, që është falë në qiellin e hapur, kanë qenë objekte shumë thjeshta dhe si të tillë shumë shpejt mas largimit të Perëndimit Osmane janë shkatruar nga moskujdesia dhe nga ndërtimet e reja. Kështu që sot në gjithë rajonin e Ballkanit kanë mbetur vetëm 4 lloje të këtyre objekteve. Do të thënë një gjendet në Prizren, një është në Buzes të Opojës, një është në Kamengrad të Bosnës, edhe një në Sofje të Bullgarisë. Dhe në krejt rajon e Ballkanit që ka pas shumë tilla, kanë mbetur vetëm 4 sosh. Këto objektet namazgjahat që lidhen me Ballkanin zakonisht janë objektet para islame. Do të thënë kur ka ardhur ushtria osmane, fillimisht që kanë ndërtu, kanë qenë namazgjahat për shkak të faljes namazit të xumas, edhe ushtarë që kanë rënë në front me fal namazin e xhenazit. Derisa kanë ndërtu xhamiat e reja. Nësa ma vonë, namazat janë përdor për faljen e namazeve kolektive, si namazi Bajramit, i shiut, ose do një fest veçantë, kur ka pas nevoj të grumbullohen numër i madh i besimtarve. Namazove Prizrenit lidhet me rënien e Prizrenit në sundimin osman, që si data e saktë, ose që shumica e studiozëve marrin qershori i vitit 1455. Dhe mas pushtimit të Novo Bordës që ka qenë në maj qershor, në maj deri në qershor të 45, mas tani vjen radha Prizrenit. Ndërsa ushtaraku ose komandanti i akëngjive Ahmet Bey Evrenozade, që ka qenë komandanti i Fatih Sultanit, ka qenë që ka pushtu Prizrenin në qershor të vitit 1945. A ka qenë Fatihun Prizren ose jo, ka dilema, ka mos mendimet ndryshme, por besohet që ka qenë para shtatorit 1455, ka qenë një kohë shkurt edhe në Prizren, derisa ka shku masane u largu prej Ballkanit, ndërsa Ahmet Evrenozade ma vonë ka pushtu edhe Shkodrën. Osmanlı Devleti ulaştığı her coğrafyada İslam kültür ve medeniyetinin nişanesi olan cami, külliye, medrese, tekke gibi eserler imar etmiştir. Namazgahlar da bu eserlerden biridir. Birçoğu günümüze ulaşamamış olsa da Balkanların çeşitli yerlerinde açık hava namazgahlarının izlerini görebilirsiniz. Kosova Türk Tabur Komutanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile gerçekleştirilen restorasyonuyla bu değerli yapı inşa edildiği ilk günkü görkemiyle varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
Açık alandaki minberi ve mihrabıyla farklı bir sanat eseri özelliği taşıyan namazgahın çevresi ise halkın dinlenebileceği bir park haline getirilmiştir. Namazot që tha mas pushtimit është ndërtu për një kohë shumë shkurt, për disa ditë mendohet që është ndërtu, për shkak që tham nevojave të faljes së namazit, derisa do të prezidenti definitivisht e kanë marrë në sundim. Pasi që pas pushtimit ata shndërën edhe kishën e Levishkës në xhami, kështu që ata për falje kështu zakonshme kanë pas, por këtë objekt kanë përdor për xhuma ose për bajram, ka nevojë për numër më të madh besimtar, edhe pse në atë kohë nuk është që ka pas shumë musliman, normal që ka qenë vitet e para. Për ma vonë se shkova me këtë objekt nuk dim, por nga vakëfname e Kuklibeut, që është vërtetu në vitin 1533, aty mësojmë që afër Namazgjaut ka qenë një teqe bektashive, besohet që ka qenë, që Kuklibeu ka pagu për mirëmbajtjen e atij teqes, si dhe rrethojnë e Namazgjaut, si dhe damtimet që janë bo, do të me mirëmbajt. Do të me këtë kuptojnë që afër Namazgjaut ka pas edhe një teqe mas 50 viteve, masi që është ndërtu Namazgjaut. Normal gjatë kohës ushtarë që kanë ra këtu në front, në afërsi Namazgjaut vorrosen edhe mas një kohë një pjesë, ose mrapa Namazgjaut shndrohet edhe në Vareza. Çak deri në vitin 1912 ka qenë këtu Vareza, 1940 ka qenë Vareza, një pjesë Varezave të qytetit. Derisa ndërtohet më vonë ambulanta. Gërmimet e para në Namazgja janë bërë në vitin 1969, kur kanë fillu gërmimet në Kalan e Prizrenit. Punëtorët e institutit kanë shfrytzuar rastin që me bërë një ulëmtim, pasi Namazgjaut nuk kanë qenë objekte që shumë janë studio dhe ka pas shumë dilema çfarë lloj objekti është. Kështu që 69-ën kanë hap themelet, nuk kanë mujt kështu me vendos çka me bëu dhe apet e kanë mbulu edhe kanë lënë ashtu. Si duket ata nuk janë mujt me marrë vesh ose problemet financiare, për fat mirë nuk ndërtohet shtëpia e madhe dhe objekti pështon. Në vitet 50-ta, do të thënë pak më herët, afërsi Namazgjaut diku 2-3 metra ose 4 metra ndoshta, ndërtohet një depo 9 metra me 50 metra, gjë që komplet e mbyll pamjen e Namazgjaut. Zaten Namazgjaut ka qenë gjysmërrënoj, mas vitit 1912 objekti thuase shkatrohet kur vjen ushtria serbe, normal ata nuk kanë kursy gati se kurgjo gjatë depërtimit. Kështu që Namazgjaut gati se nuk vred, ka çube, gjelbrimi, plus mas lutës 99 këtu edhe parkon kamionat, traktorat që barqin material ndërtimor normal, edhe u kon rrezik shumë i madh që gjatë manovrimit kamionit duke hinë dalë në parking, me dam të komplet edhe me rafë shumë e tokë. Ende për mbrojtjen e monumenteve, minjerë, në 1999, konsultime Basin Islame planifikojnë që fillimisht të rrethohet ky vend që kamionat të mos afrohen. Prizren'den ve Fatih Sultan Mehmet Namazgahı'ndan ayrılırken bu eserlerle kültür ve medeniyetimizi buralara kadar taşıyan ecdadımızı bir kez daha hayırla yad ediyoruz.